Përshëndetje, mirë se vini në Living Room. Kjo e diel shënon dhe festimet më të rëndësishme për komunitetin e krishterë. Mira besimtar po përgatiten për të dielën e bardhë të Pashkëve. Do të festojmë edhe ne këtu në Living Roomin ton. Nga festa e madhe kemi zgjedhur elementin më të rëndësishëm, tryezën. Ajo është qendra ku gjithë familja mblidhet dhe feston. Që aty do të tregojmë simbolikën që nga vezët e deri te gatimet. Por këtë do ta shikojmë më një herë pasi të ftojmë panelin. Për të realizuar tryezën, kemi ftuar mikeshat tona simpatike dhe së bashku me to do të flasim për festën e Pashkëve ortodokse dhe katolike, të cilat këtë vit festohen në një ditë. E ftuara ime parë që do të vi tani është gjithmonë e apasionuar pas dekorit të festave. Dhe kur i ofruam ftesën për të qenë pjesë e panelit ton, ajo me njëherë u përgatit që të vinte në studio me duart plot. Ashtu si çdo vit, dekoron vezët e Pashkëve në mënyra të ndryshme. Aq të veçanta, siç është edhe ajo vet. Ftojmë në studio Olga Paguna. Olga, përshëndetje, mirë se vjen në Living Room. Gëzuar Pashkët, është një kënaqësi e veçantë për të gjithë besimtarët të krishterë katolikë ortodoks. Është shumë e bukur të festojmë në një studio e të urojmë të gjithë besimtarët ortodoks e katolik festa këtë vit përkon në të njëjtën ditë. Do të flasim. Olga, të ftoj të reatohesh. Faleminderit. Dhe mirëpresim edhe mikeshat e tjera. Do të kemi një tjetër të ftuar që do t'i bashkohet tryezës tonë festive për Pashkët. Ajo është gazetare, është moderatore, por pak e din që studimet e saj kanë qenë për teologji. Ftoj në Living Room Eneida Xhelili. Eneida, mirë se vjen, gëzuar Pashkët. Gëzuar e dashur. Çfarë kënaqësie vjen e ëmbël me melo makarona, që është një ndër ëmbëlsira tradicionale. Po, është një nga pjesët e ëmbla që tradita e Pashkës kryesisht ortodokse servir për besimtarët, po unë në fakt kur diskutohet për Pashkën kam dëshirë që gjithmonë Pashkën ta quaj një për të gjithë krishtërimin, sepse është njeriu që ka bërë ndarjen. Besimi është një dhe krishtërimi është një. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, do të flasim bashkë për ritet, për zakonet, për mënyrën se si festohet në familjen tuaj. Është e kohë të pyes, janë të përgatitura apo i ke bler, sepse di që i përgatit vetë të janë përgatitur dhe kanë ato sekretet e veta dhe do ta tregosh edhe recetën. Ndër të tjera, ke një kritike profesioniste siç është Olga. Vetëm që jam në kresh. Faleminderit. Do të flasim gjatë kohës edhe për ëmbëlsirën e veçantë që na ke sjell, por edhe për ritet e tjera. Dhe do të ftoj një personazh që në festën e Pashkëve ajo është përfshirë ndoshta edhe më shumë se të tjerat, sepse përveç asaj që ajo përfaqëson vetë, është edhe martuar me një pastor. Ftoj në Living Room një ndër aktivistet më të mëdha për mbrojtjen e familjes, Linda Pano. Linda, mirë se vjen. Shumë kënaqësi të të mirëpres në Living Roomin e Vision Plus, jap një përqafim dhe të turoj Pashkët. Faleminderit, gëzuar për të gjithë ju dhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë që keni gjetur kohën sot të nisim e të tregojmë për festimet e Pashkëve. Mirëpres edhe një tjetër mikesh, e më pas nisim të flasim për Pashkët dhe ritualet e bukura që kjo fest ka. Kësaj feste, por edhe panelit ton, do t'i bashkohet edhe Sotira Jankulla. Tashmë ajo është një mikesh në programin ton dhe do t'na tregoj për Pashkën e saj, Sotira Jankulla. Mirë se vjen, një farmaciste që na vjen me vezët e kuqe në duar, se cila prej jush ka sjell një ndër simbolikat për të cilat ne do të flasim pak më vonë. E zbuluam pak të Eneidës, po mund t'i vendosim në tryezë. Atëherë, po vendos në tryezë që të mos ta mbajmë në dorë. Dhe kështu jemi edhe të shtojmë pak kuriozitetin e atyre që na shohin. Në një moment të caktuar të programit do të flasim për secilën prej tyre. Diçka të veçantë që nuk e kisha parë më përpara është kjo gjete Dega e Palmës. Dega e Palmës. Këtë vit festojnë bashkë të gjithë të krishterët, edhe ortodoksët, edhe katolikët. Edhe ungjillorët. Edhe ungjillorët gjithashtu. Po. Është në fakt ndarja me data të për shkak të kalendarit. Për shkak të kalendarit, dy kalendareve të ndryshme, nuk është se ka ndarje sepse mendohet që ka ndodhur në një datë ndryshe për katolikët apo edhe ungjillorët, sepse ungjillorët edhe katolikët e kanë në të njëjtën datë, apo një datë tjetër për ortodoksët. Në këtë vit kalendarët qëllojnë që janë në të njëjtën datë. Dhe është bukur në fakt kur festojmë të gjithë bashkë. Dhe uroj që ta gjejnë gjuhën e përbashkët, që ta festojmë. Ka tjetër aromë feste, tjetër ndjesi.
këtë vit? Nuk e di, mbase neve gjëja kryesore që po vuajmë është për njerëzit, edhe kur shikon që vim për njerëz edhe na mbushen qytetet tona, fshatrat tona, hapet një dritë, hapet një obor, edhe ka më shumë njerëz, atëherë kaq më shumë më bukur është. Sepse Olga vjen nga Gjirokastra. Normalisht ka shumë shtëpi që janë mbyllur, janë bosh në Gjirokastra. Edhe sidomos neve po Pashkët neve i quajmë festën e fshatit, se aty ka lezet që të festohet Pashka. Fejnë familje. Po, në familje. Fejnë familjet edhe rikëthen edhe njerë të gjitha zakonat edhe traditat e festës. Madje ka është e rëndësishme dhe fakti që çdo shtëpi duhet të ketë të ftuar të rëndësishëm njerëz që vinë edhe një natë ose 2 net përpara që bujnë, le të themi, bujtësi, që janë miq ose kushërinj të cilët në rastin e Pashkës vinë dhe përveç të hapen dyert të shtëpive, bashkohen edhe në sheshet e përbashkëta të fshatit, të qyteteve ose të qyteteve. Festimet nuk nisin sot që është vigjilja e Pashkëve, por festimet ka nisur që në fillim të javës. Po, fillon për shembull që të enjte fillojnë përgatitjen e vezëve, dhe dita e enjte ka të përgatitjen e vezëve që ka të bëjë me njerëzit e shtëpisë, pra me barkun, me njerëzit e ngushtë. Pastaj me familjen e vogël të themi. Sa më pëlqen kur e thua me barkun. Barkun, po. Dhe pastaj ditën e shtunë bëhen vezët plus, nëse ti ke harruar ndonjë person ose do të shpërndash më tepër, do të jesh më xhimert, le të themi, më dhënës, atëre numëron personat që duhet t'i adhurosh, pastaj duhet të kesh dhe në pjatancë, në qendër të tryezës, vezë të kuqe, dhe bën pjesën e dytë të lyerjes. Po ama njerëzit e ngushtë lyhen janë tipike për besimtarët ortodoks. Po, sepse besimtarët katolikë po i bën vezët me ngjyra katolikët. Po edhe ortodoksët, edhe ortodoksët. Ne tani kemi ndryshuar në fillim zakoni ka qenë që dhe katolikët i bënin të kuqe. Tani ka ndruar dhe është bërë shumë komerciale. Po ungjillorët si i bëjnë vezët? Që të jemi sinqert, ka ungjillorë që bëjnë vezë, ka ungjillorë që nuk bëjnë vezë, po çfarë është simboli vezës, është shumë domethënës, sepse veza simbolizon jetën. Ideja nga veza, lind jeta. Ja, po marrë një nga vezët që ka sjellë sotira. Po, më pëlqen si është dekoruar. Dhe ideja e ngjyrës së kuqe është ideja e gjakut të Krishtit. Ti mund të marrësh jetën nëpërmjet gjakut të Krishtit. Prandaj është historia e vezës së kuqe. Prandaj unë nuk e kuptoj dot sepse kanë ndryshuar ngjyrat. Kanë ardhur ngjyra të tjera. Sepse e kuqa është tipike e gjaku, simbolizon edhe sakrificën që ka bërë. Po edhe varin e Krishtit. Krishti u ngjall nga vari, ashtu siç lind një jetë nga një vezë. Po gjaku faktikisht ka të bëjë me plagët e Krishtit. Me sakrificën që pati 47 herë ishte, që filloi gjak Krishtit, tek malullindet deri në kryqëzim. Po ka qenë 40 ditë, ka qenë Jezusi kreshma ajo 40 ditë. Jo, ka vuajtur 40 ditë, do me thënë pasaj nga... Ka gjuruar 40 ditë. Ka vdekur dhe ditën e tretë është ngjallur në kryq. Edhe gjaku simbolizon pikërisht atë vuajtjen dhe sakrificën që ka bërë Jezusi për njerëzimin. Po, unë po e shpjeguj me detaj, do me thënë, 40 ditë i agjërimit, që sot quhet kreshma, ka të bëjë me 40 ditë që djalli e tundoi Jezusin dhe i ofroi gjithçka që ai të mohonte Perëndin dhe ai nuk e bëri. Kreshma është 47 ditë. 29. Krishti në Bibël është shkruar 40 ditë. Në Bibël është shkruar 40 ditë. Dhe më pas ai hyri në Jeruzalem dhe pastaj filloi sakrifica. Që tek fjala e fundit që mbajti në malin e ullinjve, që aty derisa aty filloi të pikonte gjak, e deri tek plagët, u numëruan duart, këmbët, gozhdimi, kurora, ishin 7 plagë që kulluan gjak. Dhe ai është simboli që na vjen sot përmes vezës në ditën e rëndësishme të krishterë, siç është Pashka. Olga, sa ditë ishin kreshmët? 27-29 ditë? 29. Ke mbajtur kreshmë gjatë kësaj periudhe? Kam mbajtur 3 herë 29, ndërsa këtë herë se isha në udhëtime dhe kur udhëton dhe je sëmur, atëherë të lejohet që të mos mbash kreshmë, po kam 22 ditë, do më thënë deri në ditën e Pashkës që mbaj kreshmë. Të bëjmë një histori të shkurtër, çfarë janë Pashkët? Historia e Pashkës në fakt shkon shumë mira vite mbrapa, kur populli i Izraelit ishte sklav në Egjipt.
edhe për 400 vjet rresht, ata ishin sklever, edhe ato piramidat që ne shohim në Egjipt, janë të ndërtuar nga populli i Izraelit. Ata ishin sklever dhe përdoreshin për të ndërtuar piramidat. Për 400 vjet rresht, ata luteshin që Perëndia t'i dëgjonte lutjen e tyre dhe t'i çlironte, por nuk ishte përgjigje. Mbas 400 vjetësh, Zoti dërgon një person që quhet Mojsi. Edhe i thot që ti do të shkosh për të çliruar popullin tim nga skllavëria e Egjiptit. Mojsiu i thot, si mund të shkoj unë tek faraoni, sepse faraoni ishte perëndia në tokë, ashtu quhet. Ishte personi Po ishte djali motrës së faraonit, do të që ka birësuar dhe është rritur brenda në pallat. Sa mirë më vjen që e di këtë pjesë. Unë nuk doja t'i hyja ka gjatë, po e them prapë. Jo se më gjasur pak me historinë e Skënderbeut edhe kur e kam. Mojsiu lindi në kohën që Mojsiu lindi, faraoni kishte merak se populli Izraelit po shtoi shumë dhe dha urdhër që duhet të vriteshin të gjitha bebet që lindin djem. Trashëgimtarët e parë të familje hebreje. Edhe bëhet një masakër e madhe. Ju merren fëmijët popullit Izraelit, bebet e vogla, edhe vriten. Nëna e Mojsiut ishte shtatzane, edhe kishte merak dhe nuk donte që t'ja merrnin fëmijën, kështu që bën diçka shumë të pazakont. E mban deri në 3 muaj të fshehur, dhe kur mbush 3 muaj, bën një shport me thupra, e lyen me zift, dhe vendos beben në atë shport, dhe e çon në lum. Në lumin Nil. Dhe ndërkohë që lumi kishte rrjedhën e vet, e çon në orarin ku e dinte që motra e faraonit, i kishte vdekur fëmia, siç thot Olga, ishte aty bashkë me shërbëtorët e saj për të bërë ato ritet pagane që bënte populli i Egjiptit. Dhe ndërkohë që ishte me shërbëtorët, dëgjon një të qartë, dhe qara ishte Mojsiu. Ndërkohë, motra e Mojsiut, Miriami, e ndiqte atë shportën për gjatë lumit Nil, që të shikonte se çfarë ndodhi me ta. Motra e faraonit e shikon beben e merr dhe thot, ma ka sjell lumi, ka dal nga lumi, prandaj unë do t'ja vë emrin Mojsi, sepse emri Mojsi do të thotë i dal nga uji. Dhe Miriami, ndërkohë që e shikon, i thot, a të duhet një taj? Taj është dikush që mund të arrisi beben për ty. Nëse të duhet, unë njoh dikë që mund të ndihmoj. Dhe ajo i thot patjetër, sepse këtë fëmijë mua më ka sjell Perëndia i Egjiptit, Perëndia i lumit, i ujit, siç kishte shumë perëndia që aduronte e Egjiptit. Dhe Miriami thot, po, hajde unë do të tregoj personin që do kujdeset për beben që do të erdhi si dhuratë. Dhe për të kujdes mamaja e tij. Ajo e ushqeu me qumësht. Me qumësht. Dhe kështu rrit Mojsiu në faraonin si vëllezër. Në pallatin e faraonit dhe u rrit si një nga fëmijët e adoptuar, si tha Olga. Deri këtu nuk kemi mbërritur tek pashkët. Jo. Tani Perëndia thret Mojsiun dhe i thot, unë e kam dëgjuar britmën e popullit tim dhe kam vendosur t'i çliroj. Mojsiu largohet nga shtëpia e faraonit në një moshë të re, sepse ndodh një incident aty, shef një nga ushtarët e faraonit që godeti një nga dhe shkon ndërhyn aty në grindje dhe e vret ushtarin e faraonit dhe aratiset sepse aty dëgjon që për shkak të kësaj që ti bëre, mund të mbasësh jetën. Aratiset, shkon në shkretëtir dhe për vite me radhë 40 vjet jeton në shkretëtir dhe ndërkohë që bëhet bari dhe ishte duke kullotur delet në shkretëtir, shikon një burning bush, një shkurë që digjej, që kishte flak, po nuk digjej. Edhe dëgjon zëri nga ajo shkurë dhe i thot, Mojsi, hiqi sandalet e tua, sepse toka ku ti po shkel është një tokë e shenjtë. Edhe Mojsiu i mahnitur nga ajo që shikonte, spektakël, zjarr në mes të shkures, ndërkohë që shkurja nuk digjej, afrohet i tmerruar, e sandalet dhe afrohet i tmerruar. Dhe dëgjon pastaj që Perëndin që i flet dhe i thot, unë e kam dëgjuar thirrjen e popullit tim dhe lutjen e tij dhe kam ardhur t'i çliroj. Dhe i thot, unë do të dërgoj ty, Mojsi, që të shkosh tek faraoni dhe t'i thuash faraonit ta leri popullin tim të shkoj. Dhe Mojsiu i thot, po unë nuk di të flas.
unë jam një njeri që nuk ka moratori dhe jam shumë i ngadalt në të folur. Vlla yt, Aroni do të ndihmoj dhe do të jetë bashkë me ty, ndërsa ti do të shkosh në pallatin e faraonit. Edhe Mojsiu vazhdon dhe kundërshton dhe thot, po si të shkoj unë aty, ti e di që faraoni do të më vrasin, nëse unë shkoj dhe i kërkoj që të lej gjithë sklevrit që i shërbejnë ati dhe ka ndërtuar gjithë perandorinë e ti. Unë do t'jem me ty, Mojsi, dhe unë do të ndihmoj që ti të ndihmosh popullin tim të shkoj në liri. Dhe Pashka pastaj ka të bëj me, njihen 10 plag të Egjiptit, që ndodhin në kohën e... Fatkeqësi që pëson Egjipti gjatë kohës që nuk e la popullin. Dhe një nga plagët pastaj, pasi faraoni kishte qafën e fortë, thua dhe nuk pranonte ta lejonte popullin e Izraelit të shkonte, atëherë Zoti do të bënte atë që në fakt faraoni bëri me fëmijët e Egjiptit, me fëmijët e Izraelit, me fëmijët e brejnë. Do të kishte, përveç 9 fatkeqësive të tjera, do të kishte të gjithë djemtë e paralindur të Egjiptit, do të humbisnin jetën atë natë. Dhe Zoti i tha që ju do të festoni Pashkën, që do të thot kalimin matan, kalimin nga vdekja në jetë. Do të therrni një qingj, dhe me gjakun e qingjit do të lyeni shtalkat e shtëpisë, si quhet ai trau i shtëpisë, arkitraun e shtëpisë. Dhe kur ëngjëlli i vdekjes të kalojë në tokën e Egjiptit, kudo që do të jetë shenja e gjakut, ai ëngjëll nuk do të hyjë brenda shtëpisë dhe nuk do të preki dot fëmijët e asaj shtëpie. Dhe atë natë dëgjohet një qarë e madhe në gjithë tokën e Egjiptit. Faraoni humbet djalin e tij të paralindur dhe thret Mojsiun në audiencën e tij, në prezencën e tij dhe i thot: "Merre popullin tënd dhe largohuni që këto." Dhe ajo ishte nata kur Zoti çliron popullin e Izraelit nga skllavëria e tmerrshme e Egjiptit 400 vjeçare. Dhe që këtu është nisë zanafilla e Pashkëve dhe disa nga elementet dhe simbolikat festohen edhe sillen janë pjesë e rëndësishme e mënyrës se si festohet edhe sot. Po, nuk ishte rastësisht qingji. Për shembull, buka pamaja, ka një bukë pamaja, Olga, edhe kryqi që bëjmë kur marrim dritën e shenjtë. Kryqi lidhet tani me pjesën tjetër. Po ama ishte parashikuar, pse jo rastësisht ishte zgjedhur qingji nga Perëndia, sepse Perëndia që kur krijoi botën, pa ndodhur mëkati i parë, parashikoi nëse do të ndodhte ai shpëndimtari në kishte gati për botën, që ishte Jezusi, që në kohën e Adamit dhe të Evës. Dhe qingji është sakrifica e Perëndisë për botën. Se Zoti aq shumë e deshi botën sa sakrifikoi birin e tij të vetëm që mëkatet tona të mbarteshin kurrizin e tij. Dhe kjo ndodhi me hebrejt nga Egjipti dhe më pas me Jezusin në kryq. Pse duhet të ishte një bir? Pse nuk mjaftonte qingji? Sepse ne për Pashk kemi qingje, apo jo? Jam e sigurt që kemi qingje. Do të flasim në pjesën e dytë për të drejtën edhe për mishin e qingjit dhe mënyrën se si e përgatisni e si vendoset në tryez. Por pse nuk mjaftonte qingji për Pashkën? Sepse qingji është një krijesë më e ulët se sa njeriu, apo jo? Dhe qingji, gjaku që derdhej në kohën e Pashkës, ishte mjaft që t'i mbulonte mëkatet, po jo t'i fshite ato. Më kupton? Është si me tavolinën që kemi, që do shtrojmë ne, ose ideja e mbulesës, në qoftë se tavolina ka gërvishtje, në qoftë se ne vendosim mbulesën sipër, atëherë ajo mbulesë do mbuloj gërvishtjet, por nuk do gërvishtjet do të vazhdojnë të jenë aty. Qëndrojnë aty. Olga, si festojmë Pashkët në familjen tënde? Ditën e diel e festojmë në shtëpi. Përgatitem edhe atë që thamë në fillim, do më thonë që duhet mbledhim sa më shumë veta, kështu që mblidhemi në shtëpi mbi 20-25 veta, më feston djali atë ditë, kështu që kam të ftuar dhe të tjerë, bëjmë tavolinë të madhe dhe e shijojmë të gjithë. Mrekulli. Deri në orën 4, se pastaj përsëri në punë. Sot ju ka marrë për pak në living room. Sotira, si e festoj në familjen tënde Pashkët?
atëherë duke qenë se unë jetoj larg familjes, familja ime jeton akoma në Përmet, gjithmonë çdo Pashk jam afër tyre, kështu që sapo të mbaroj me misionin, unë do nisem direkt, nuk do të konceptoj dot, po. Më mungon shumë ajo pjesa kur e festonim të gjithë bashkë, se normalisht gjërat kanë ndryshuar, jeta ka ndryshuar, njerëzit janë larguar nga njëri tjetri për shkak të punëve, të intensivitetit të jetës, dhe gjithsesi unë qëndroj gjithmonë afër familjes time, me prindrit e mi, me vllajin, bëjmë gjithmonë të njëjtat ushqime, festojmë po njësoj si para shumë vitesh, shkojmë në Disa nga ato zakonet për të merrte gjyshja për dore, për shembull, në kish, gjyshja më çonte, madje unë kam qenë atëherë në shkollë dhe gjithmonë të dielën doja të flija gjumë. Dhe gjyshja gjithmonë më zgjonte dhe i thosha, lutem, mund ta bëjmë pushim sot, mos shkojmë në kish. Dhe nga njëra anë më dukej sikur po vuaja që po më zgjonte, po më vonë merja tjetër energji ku shkoja në kishë dhe është shumë e çuditshme se edhe tani që jam rritur, që kanë kaluar kaq shumë kohë, nuk më ndryshon ajo ndjesia dhe energjia dhe emocioni ku shkoj në kishë. Vazhdoj ta kem njësoj. Zakonet që i kujton për shembull, shëtitja e sakrofagut në qytet. Të shkosh të marrësh, ne i kemi quajtur drita e Zotit. Këtë vazhdojmë me bëjmë akoma, po në orën 12 natës, shkojmë në kishë, shkojmë në kishë, madje se u kujtova pak më përpara kur bëm bisedën tek qytetet e vogla, takonim edhe njerëzit të cilët ishin larguar nga qyteti, se normalisht pas një farë moshe, shoqëria jonë ose pak më të mëdhenj, largohen nga qytetet e vogla, siç kam bërë dhe unë, dhe gjenim edhe kohën për të bashkuar me njëri tjetrin. Domethënë ishte kështu, edhe e konsideroja Pashkët edhe si periudha për të dhënë edhe më shumë dashuri, pavarësisht se do t'japim çdo ditë, po aty takoheshim tamam me njerëzit e afërt, me njerëzit që ishim rritur, që ishim larguar, edhe Pashka gjithmonë për mua ka pasur kuptim shumë ndryshe, sepse mblidhesha edhe me njerëzit e zemrës, me njerëzit e afërt, kushurinjtë të cilët kishin migruar që më përpara, po, dhe është ora 12 dhe madje unë merja gjithmonë vezët me vete, mi jepte mami, dhe mundosha që gjithmonë të fitoja, se kishim atë nuk më funksionon të gjithmonë, po hajtë, madje vjetë kam dojtur në Tiranë dhe në orën 12, sepse për shkak të punës dhe jam nisë gjithmonë të dielën nuk diskutohet, unë drekën e konsumoj me familjen, dhe më që më ka rezultuar shumë efektive kjo metoda e vezës. E një hile i e të vogël që të dalë veza fituese. Po, dhe më thoshe gjithmonë gjyshja, se ndoshta më ka pasur mbesën e saj të preferuar, se dhe emri ma ka vendosur ajo, dhe gjithmonë më thoshe ti duhet të fitosh, ma jep të vezën, dhe më thoshe ti nuk duhet të ta thyej askush vezën, dhe tani mua më ka ngelur akoma, dhe kur shkoj në kish, të më të ruaj akoma këtë ritualin, shkoj në kish në orën 12, qoj gjithmonë flakën në shtëpi, bëjmë kryqin të dera, disa herë, dhe më thënë, ajo ndodhë që ngel ose mund të bëhet edhe pis, edhe ku di unë mund të digjet, por unë kam shumë knajsi. Për mua ka shumë kuptim se më duket sikur e çoj atë mirësinë dhe ripërtëritjen, se duke qenë se themi edhe gjithmonë fjalët që Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, dhe më duket sikur e çoj në shtëpi këtë mirësinë, madje lë që rinjt gjithë natën gjej një vend të sigurt, dhe në mëngjes ato janë më në qeriu është tretur ose varet nga rasti, po që është ritual që e bëjmë gjithmonë. Pastaj në mëngjes përgatitim drekën me prindrit, më shijon shumë kjo pjesa që edhe gatuajmë bashkë, jemi më afër njëri tjetrit. Do të flasim pas publicitetit për këtë, se si e përgatisni tryezën, se si e shtroni tryezën. Ne do të shkojmë në këndin tjetër me Olgën. Kemi vendosur disa nga elementet të cilat e bëjnë të bukur ndër të tjera këtë ditë, përveç ndjeshmërisë dhe dashurisë madhe që duhet ketë patjetër, jo vetëm për ditë feste, por veçanërisht jemi të tillë për ditë feste. Shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në Living Room.